Si janë vendosur ende 8 prej emrave që do të futen në 1/8 e finales së Ligës së Kampionëve. 4 prej ndeshjeve luhen të martën e 4 të mërkurën. Newcastle United ka një epërsi të madhe 6-1 ndaj Karabakh dhe pothuajse ka siguruar kalimin tutje. Bayer Leverkusen ka fituar 2-0 ndaj Olympiakos në ndeshjen e parë dhe ka shumë shanse për të vazhduar. Paris Saint-Germain ka fituar 3-2 në Monaco në ndeshjen e parë, kështu që janë favorit mesatar për ta mbyllur mbrëmjen e nesërme me kalim në fazën tjetër. Atletico Madridi, pas një barazimi 3-3 ndaj Club Brugge, të dy skuadrat kanë gjasa për kualifikim, por Atletico shihet më i favorizuar sepse ndeshjen e dytë e luan në shtëpi. Interi, edhe pse luan para tifozëve të vet, e ka disavantazhin e rezultatit nga ndeshja e parë që e humbi me rezultat 3-1. Bodo Glimt sipas projeksioneve ka 60% gjasa për të kaluar tutje dhe të bëjë histori për Norvegjin në Champions League. Pas humbjes 2-0 ndaj Borussia Dortmundit, Atalanta duhet të fitojë në shtëpi për të kaluar, një objektiv i vështirë, por jo i pamundur. Humbi 5-2 nga Galatasaray në ndeshjen e parë. Juventusi ka probabilitet të ulët, por intrigues për t'u rikthyer. Dhe Real Madridi, që fitoi ndeshjen e parë 1-0 ndaj Benfikës dhe ky është një avantazh i madh në ndeshjen e kthimit që madrilenët e luajnë në shtëpi. Si gjithmonë, emocionet që dhuron Champions janë të papërshkrueshme.